Çfarë gjykimi ka regjistrimi i një akti martese në zyrat e gjendjes civile? Po, akti martesës nëse i bashkon kushtet e tij, atëherë konsiderohet i saktë. Dhe kushtet e aktit të martesës janë prezenca e kujdestarit dhe pëlqimi i tij, po ashtu dy dëshmitar të drejtë dhe gjithashtu pëlqimi i palëve. Nëse këto janë, atëherë akti i martesës konsiderohet i saktë, ama pasi mbaron ky akt martese, kërkohet dhe mbetet regjistrimi i tij. Dhe regjistrimi i tij është i detyrueshëm ose është detyrë, sepse nga martesa lindin të drejta dhe detyrime. Dhe ruajtja e tyre sot gati është e pamundur nëse akti nuk regjistrohet. Dhe thonë dietarët, ajo gjë që detyrat nuk mund të ruhen vetëm nëpërmjet tij, bëhet edhe ajo detyrë. Siç edhe është edhe një rregull tjetër në shariat, që mbyllja e portave të skeqes është gjithashtu detyrë, sepse këto të drejta, nëse nuk ka gjë të shkruar dhe të njohur nga gjykatat, atëherë mund të mohohen dhe kështu bëhet detyrë mbyllja e portës të keqes dhe bëhet detyrë regjistrimi i aktit të martesës.